Do shkojmë tani live në Shqipëri dhe e falenderojmë trajnerin Viktor Gjoni që është sonte me neve. Faleminderit trajner që ke ndohur kohën për neve dhe dëgjues të Radio Dukagjinit. Veç bravo. Një histori interesante që lidhet me ju dhe Vedat Muriqin është kjo. Po, është e vërtet. Lidhja e parë e juaj ka qenë me ish futbollistin kosovar Xhevat Kurtin, me të cilin jeni njohur në kohën e luftës në Kosovë. Se dia është të na ndëgju. Po na dëgjon tani trajner? Po, tani po e dëgjoj. Lidhja juaj fillimisht është me futbollistin kosovar Xhevat Kurti, me të cilin jeni njohur gjatë derisa ishte lufta në Kosovë, pasi ai kishte ardhur në Shqipëri. Tani do më japish 1 minutë kohë ta zgjeroj pak. Po. Unë me Kurtin jam njohur në vitet e luftës, ka qëndruar tek shtëpia ime për 3 muaj. Ka patur një njohje me te dhe kështu që kemi jetu për këto kohë bashk. Pas kësaj periudhe ai u largu, bëri edhe një tentativë për të vazhduar me ekipin e vllaznisë, shkojnë përgatitje në Maqedoni dhe por nuk ranë dakord me klubin, kështu që ai u kthye në Kosovë, ka vazhduar aktivitetin pastaj me Trepçen, me dhe me ekipet e tjera, kështu që pas disa kohësh ai u largu në Finland. Por shoqëria, lidhja, takim, biseda kanë vazhdojnë vazhdimisht. Unë kam punuar gjatë viteve me dëgjon? Po. Unë kam punuar në Itali gjatë viteve për 15 vite me ekipe futbolli, trajner me nivele drejt e eccellenca. Në vitin 2013 nuk ktheva në Shqipëri, mora ekipin e Tërbunit me ndërhyrje e fortë drejtuese të klubit, sepse unë në fakt isha i angazhuar atje, por duke qenë vendi im, rrethi im, e bëra këtë sakrificë. Tani unë e mora ekipin pas 4 neshëve që kishte filluar kampionati, dhe në muajin dhjetor, me 9 dhjetor mbaroi faza e parë, dhe unë shikoja që kisha një mangësi të madhe për një qendër sulmues. Dhe dëgjoni, po? Po. Me shumë vëmendje. Pas kësaj unë mendova dhe e telefonova mikun tim Xhevat për më marrë ndihmë, për më gjetë një lojtar që më plotësonte këto kushte, këto kritere që më nevojitin për skuadrën time. Dhe ai kishte edhe vllajën e vet që jetonte në ato momente, jetonte në Mitrovic, dhe ai është marrë me futbollit. Shefqeti. Dhe Shefqeti, dhe më sugjeruan për këtë lojtarin që më solën. Ky ishte Vedat Muriqi. Ai erdhi bashkë me 2 shokët e tij, lam datën e ndeshjes, unë bisedova me trajnerin, se unë bëja stërvitje aty afër me ekipin e Tiranës, të kishim njëjtën objekt, dhe i thash, do bëjmë një ndeshje miqësore, thash se do provoj, thash një lojtar, thash që më kanë sugjeruar, thash që edhe mu do më kryte punë. Patjetër, trajneri i Tiranës në atë kohë ishte Magash Gugani, edhe organizuam një ndeshje, sa kishte mbaruar faza e parë, ishte data, mos u gabofsha, nga 15 ose 18 dhjetori 2013. Dhe erdhi Vedati nga ora 10 e mjesit, neshjen e kishe nga ora 12:30. Bam një ndeshje miqësore. Unë këte futa ndeshje, i dhash ato që kishen për t'i dhënë, si që jep trajneri çdo lojtari para ndeshjes, pavarësisht se ishte miqësore, po unë kisha objektivi im kryesor ishte për të parë gjendjen e këtij futbollisti dhe cilësitë e tija. Dhe ne bam një ndeshje të përkryme. Dolëm 2-2 me Tiranën, se ne pavarësisht ishim kategori e parë, ato ishin kategori superiore.
dhe dolëm 2-2. Nuk ishte kjo e rëndësishme rezultati, po ishte rëndësishme për mua që të shikoja këtë lojtari që preferoja ta merrja. Pas kësaj, ne bëm një bisedë dhe ma ato kushtet, shumë tani nuk po t'i jap shifrat, sepse janë shumë qesharake. Ram dakord që me qenë se në dite nuk e kisha presidentin, kisha një antar klubi që edhe ai mund të ashtu, po nuk ishte i bindur ai për këtë punë, që unë i bani një propozime për ta marrë Gjevatin, Vedatin, dhe e lam që me datën 6 janar do filloja fazën përgatitore në Lezhë dhe ram dakord që me datën 6 janar ne të bëshim gjitha ato rakortimet për pagën, për hotelin, për shtëpi që do t'i sigurojë ushqimin e tjerë. Dhe ram dakord. Tani gjatë kësaj neshe unë vura re ato cilësitë e një lojtari, se mos harros ishte 18 vjeçaj, ishte mos harros ishte. Shumë i ri. Ishte një shumë i ri. Hera parë që dilte nga Kosova, që do dilte për të provu diku jashtë Kosovës, pavarësisht të Shqipërisë. Edhe po këtë rrëfim që më baj me Juve, unë ta them të drejtën, nuk e kanë ditë, vetëm Vedati e din, sepse ai ka qenë prezant. Dhe unë ngela shumë i kënaqur, kishte ato cilësitë për shembull si trajner si e vlerësova me mbajtje topi, me driblime, me bën të skuadra që dilte nga mbrojtja në sulm. Ai pavarësisht se shënoi gol, se gol mund shënoi edhe një lojtar që nuk është kështu, por kishte cilësitë që unë mi përshtateshin skuadrës time. Në qenë këto kushte, unë këngula me gjithë forcën që unë duhet ta kisha në ekip lojtar, sepse në fundit gjatë karrierës time sportive nuk më kanë gënjur syt të një lojtar që e kam vlerësuar me ato nota, dhe në karrierën time thash, kur i kam marrë lojtarët nuk kam ngeli zgënjur ose nuk kam patur blofe në sensin negativ, që e mora në lojtar, po kjo me fjalë mbase jo për të treguar modest, po është në ato cilësi që unë i kam patur gjatë karrierës time sportive. Nuk kam huqur në zgjedhjet që kam bërë. Po nuk e gabua në këtë rast. Jo, këtë rast nuk s'kam gabu, po jam shumë me fjalë qoftë se ka qenë pengu im më i madh i jetës time, ka qenë që paktën unë ta gëzoja, ose si thej të më shërbente paktën për një kampionat që të tregonte vlerat që tek ekipi që unë e mora solla në Shqipëri. E mora bashkë me shokun, kupton, me miqtë e mi, sepse kjo puna është, kupton, po primari ishte Gjevati që u bë sebepi, ai e bani si shpërblim nga ajo që unë ai kishte jetuar në shtëpi time, edhe sot e këtë ditë ne kemi marrëdhënie vllazërore më shumë, njihemi familjarisht, jemi takuar, kemi biseduar, kemi kështu, por thash, në lidhe me këtë, ka qenë takimi i parë që kemi bërë me këtë. Pastaj ai e mori sa ka mbaruar ndeshja, sa është hyrë në dhomat e zhveshjes, sa është Klara ka ik, por për të ikur, aty ishte me mjaft tifoza, dhe e kanë kap ato të Durrësit, Teuta. dhe i kanë bërë Teuta, dhe i ka bërë ofertën direkt, pa dal, sa ka dal nga gardhi i stadiumit. Ka që shpejt kanë reagu? Për një herë, sa ka dal nga rrethimi, e kishin kontaktuar ato, edhe janë bërë ato muhabete që janë bërë, tani muhabete që që kanë bërë ato nuk e diu se din vetë ato, por edhe ne, unë fakt kisha lanë me 8 takimin me datën 6 janar, që do filloja fazën përgatitore në Lezhë, për fazën e 2 të kampionatit. Dhe ky ishte 100% i disponueshëm për të ardhur, a kupton, paktën me ato që më tha. Tani ndryshoi gjërat, se më fal, mund të kenë bërë oferta tjera më të mëdha se të mia, të kuptohet se ne ishim ekip, edhe ai për karrierën e tij ka menduar kategori e parë, unë shkoj në Super League, edhe atë janë kështu, por unë për shembull aty prisja një diçka që unë nuk e për fatin e keq nuk kisha as numër telefonit tij, se unë lisha gjithmonë kontaktet e majsha me Gjavatin, dhe prita s'ka, nuk erdhi kur filloi faza përjetore, dhe marr Gjavatin dhe i tham, po më lidh me mikun, mos e nuk po duket. Edhe pastaj kontaktimi që kishte bër, për zotë, ka bani kontrata, ka lidha me atë,
fakti, si themi se faji ishte imi, ose meta ishte imja që nuk I bëra gjërat në ato kohë rekord që ju kërkojshin, por më ka ngel peng nga një lojtar që për shembull më pëlqej shumë, dhe jo se sot është në ato nivele që është, se nuk ka nevojë për të bërë komplimenta, unë I kam muru I mbarësi, suksese, inshallah sa më lart, dhe kjo nuk diskutohet, por ai iku në Durrës, pastaj u dha një 6 muaj me fjalë në Kavaj, pastaj iku në Turqi me ekipe pak më nivelit lart, kategorisë parë, shkoi me ekipet kategorisë lart, iku te Lazio, tani ndodhet te Mallorca, ndodhet në vend dytë si goleshënues I Ligës Spanjolle që nuk është fare pak mbas një lojtari siç është Mbappé, por gjithsesi njohja ime ka qenë e para në Shqipëri me këtë lojtar që unë live e kam parë para në muajin mars kur bëri Kosova ndeshjen me Turqinë. Dhe doja ta takoja, por nuk e kisha të mundur. Për arsye ditë që ishin shumë kallaballeke, shumë lëvizje dhe kur janë këto neshe të rëndësishme nuk le njëri të shkojë të takosh ti bash sepse kështu është rregulli. E kuptoj, por thjesht për të ndeshta ta takoj vetëm që ta përshëndesja, ta takoja për ta uruar për çdo gjë të mirë të tij. Kështu që nuk e thash është unë ruaj kujtimet më të mira për atë lojtar. Pak për aty orë gjysë e kam patur, po më ka lanë bresat jashtëzakonshme. Dhe pak shumë kjo ka qenë kur është tash e Curinë e Muriçit sa e krenar. Unë po këta desha të thoja se ma more përgjigje pa përpyetje, dhe ta them sinqerisht, jo për atë, unë për çdo lojtar që ndjeku, që kam I kam patur, I kam stërvitur vetë, kanë punuar me mua, unë gëzohem, I shikoj edhe ato me urojnë, me respektojnë pavarësisht, por ta them sinqerisht, edhe sot, edhe kur luajn për shembull Kosova, se luajn Mallorca, si shikon ky, edhe gruaja ime edhe çunat e mi shikoj thotë ja babi thot lojtari jot thotë që po për zotin ja lojtar po ta them me sinqeritet ja thot lojtari jot a kupton se më duket se pavarësisht se e kam patur në dispozicion si thënë ata 2 orë po më duket sikur është lojtari im që ka dalë nga durët e mia në këtë rast përfitoj Durrësi se ti e din shumë mirë se ku janë lojtarë që janë të moshës në 23 vjeç këto kanë ato bonuset e veta që marrin për çdo lëvizje lojtari bajnë ato kupton kështu që nuk është problemi te shuma këtyre legëve që përfitoj Durrësi ose tjetër po problemi është se nuk pata mundësi që ta por jam fundit jam krenar ta them sinqerisht jam krenar sepse nuk më ka zgënjur ajo intuita ose syri ynë që e kam para të lojtar duke luajtur fakti tregon që pasëm pas drejtësi me shumë të tjerë. Në ato kontaktet e para si I ri, si 18-19 vjeçar, çka të kalon për shtypje në atë periudhë të shkurtër të Muriçi? Në atë periudhë shkurtër të Muriçit mund të them të drejtën me let zotrimi që bën te topit. Për shembull mbrojtja e topit që I bante, për shembull kur merrte topin si ishte edhe me shpatullën e gjerë, me a disa kishte numrin e kamse, se ti mbas nuk e di. 47-a. 47 kishte numrin e kpucës, sepse ne kur luajtëm neshën miqësore, nuk e bëm stadium me bar, që ishte ku bata stërvite Tirana. Ne e bëm tani te fusha tjetër sipër aty që ishte ngjitur, po ishte sintetike. A kupton tani kishte probleme se kpucë me tak, kur është me bar don takë të tjera, dhe kur është me sintetike don tjera. Dhe po them aty kuptova unë që edhe thash po si më ja bë. Tha po unë tha pusta I marr me porosi tha. I baj me porosi tha në Finlandë, në Norvegji, nuk e di në këto vende tjera kështu. Ose gabofsha I parë, ja kisha thua kupton, e kishte 47, po e kishte putë një gjysmë metre. Dhe zotrimi I topit. Ato kombinimet që bëhen me sponda që unë kisha nisë mus, jeta e kishte shumë shpejt, se ne dolëm 2-2 thash, po njërin gol e bëri ky, tjetër e bëni ai sulmuesi, tjetër kishte Emina Gastra, ai ishte lojtar teknik I shpejt, por ky për shembull më bante një
dyshe sulmuese me këtë qunin të pa parë sepse kishin shumë feeling me njëri tjetrin në ato pak minuta, si themi, ose në atë lojë që kanë luajtur bashkë me njëri tjetrin. E kuptuan aq mirë njëri tjetrin sa them sikur kishin vite që luanin bashkë. Edhe me ekipin, po në mënyrë veçantë më sulm, edhe mbani përshtypje, thash kishte edhe lëvizjet pa top, pozicionin që kërkonte, e mbante topin, kërkonte që skuadra dilte përpara. Me fjalë që janë disa vetite të një pyke, si që quajmë ne, ose që në sulmuesi, kishte vetiti jashtëzakonshme, i fuqishëm sa dush, bile kishte Tirana një mbrojtës që kemi Muçi, ai ishte edhe pak më i gjatë se ky, po nuk e përballonte dot, nuk e mbante dot, që ishte ato ishin të Superligës. Mirë po, thash, kryesorja vjen mirë që ajo bërë, na prezantoi, ai prezanton jo vetëm Kosovën, prezanton edhe Shqipërinë, edhe është ne do të jemi krenar. Unë për vete jam më shumë se sa krenar, dhe kur ja kam treguar në një muhabet në kështu të ambient vogël, unë po këtë rrëfim që kam bërë me ty nuk e kam bërë mas një stacion televiziv shqiptar. Të garantoj, nuk e kam bërë sepse mos më thanë që për shembull mos person që do të duket dhe do të baja do kështu, po kupton, unë e kam për vete. Gjevati ma parashtroi këtë punë, thash patjetër, megjithëse thash do t'ja jap thash këtë intervistë zotit Naim. Edhe unë të falenderoj për këtë intervistë që more, por fakti dhe vërteta është kjo, edhe është një tjetër, thash, gjithsesi unë jam krenar para djalë. Të falenderoj shumë, edhe uroj që kohët në vazhdim të jepet mundësia me taku Muriqin, se do të ishte diçka e jashtëzakonshme, vetëm me taku edhe me e rikthy pak ato ndjenja. Unë thjesht, unë ko erdha për të parë neshën atë ditë që luajti me Turqinë, e gjeta biletën me disa njerëz këtu, edhe megjithëse nuk ishte kohë shumë e volitshme atë ditë, por thash me mendimin inshallah mbos po arrita të bëj një kontakt, po nuk arrita dot. Megjithëse e kuptoj, thash se ata janë neshe të rëndësishme, nuk mund të kontaktosh këtu, po gjithsesi po që se do ta gjej numrin e tij, unë do ta telefonoja dhe do ta uroja ta përgëzoja për këtë thjesht sepse kjo atij i kujtohet 1000%, sepse ka hapi parë që ka bërë jashtë Prizrenit, që ka ardhur në Shqipëri. Falenderoj shumë Viktor për kohën. Jo, më vjen keq, unë me kënaqësi thash, je i nderuar, i respektuar, dhe po erdhën një ditë në Tiranë, më ban një telefonatë dhe pim një kafe. Absolutisht po, me gjithë kënaqësinë. Faleminderit shumë. Gjithashtu e ju uroj suksese, jeni shumë i mirë. Faleminderit. Ciao.